A keni menduar ndonjëherë pse, ndërsa plakemi, një gjest i thjeshtë dhe i përditshëm, si të bësh dush në mëngjes, mund të shndërrohet papritur në një situatë të rrezikshme? Shumë të moshuar ndjejnë marramendje, dobësi ose humbje të ekuilibrit vetëm ndërsa bëjnë diçka që e kanë bërë gjithë jetën pa asnjë problem. Kjo u ndodh shpesh atyre mbi 70 vjeç, por pak e din arsyen e vërtet pas kësaj përvoje shqetësuese. Momenti i zgjedhur për banjën mund të bëhet vendimtar. Sipas studimeve të fundit mjekësore, ekziston një interval i saktë gjatë të cilit rreziku i aksidenteve serioze, siç janë rrëzimet ose ngjarjet kardiake, rritet ndjeshëm. Çuditërisht, kjo dritare rreziku është pikërisht midis orës 4 dhe 8 të mëngjesit. Ndoshta nuk e prisnit që koha e dushit mund të përbënte një kërcënim për shëndetin tuaj, apo jo. Por sot gjithçka do të ndryshojë, do t'ju zbuloj se çfarë ndodh vërtet në trupin tuaj në orët e para të ditës, sepse edhe vetë veprimi i larjes së vetes mund të bëhet i rrezikshëm. Dhe mbi të gjitha do t'ju ofroj zgjidhje praktike dhe efektive për të mbrojtur veten dhe për të siguruar një jetë të gjatë, të sigurt dhe të pavarur. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. 1. Koha më e rrezikshme për të bërë dush midis orës 4 dhe 8 të mëngjesit. Trupi kalon nëpër ndryshime fiziologjike që pas moshës 60 vjeç mund ta transformojnë një banjë të thjeshtë në një moment rreziku të madh. Gjatë këtyre orëve, presioni i gjakut tenton të jetë më i ulët dhe i paqëndrueshëm. Zemra përshtatet më ngadalë dhe reflekset janë më pak të shpejta. Kjo e bën trupin më të prekshëm ndaj rrëzimeve, të fikëtit dhe madje edhe ngjarjeve kardiake. Është sikur sistemi ynë i ekuilibrit nuk është ende plotësisht funksional kur zgjohemi, duke e bërë çdo lëvizje të papritur, siç është hyrja ose dalja nga dushi, një kërcënim potencial. Një rast që e ilustron mirë këtë rrezik është ai i Doris Williams, një gruaje 70 vjeçare e cila, ndërsa po bënte dush në agim, pësoi një frakturë të rëndë për shkak të një rrëzimi të papritur. Mjekët rekomandojnë shmangjen e larjes gjatë këtyre orëve kritike, duke preferuar periudhën midis orës 10 dhe 12 kur trupi është më i qëndrueshëm dhe reaktiv. Ndryshimi i kohës së dushit është një masë e thjeshtë, por shumë e fuqishme që ndihmon në parandalimin e aksidenteve shtëpiake dhe në mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Personat mbi 60 vjeç duhet ta konsiderojnë ritmin e trupit të tyre si një aleat që duhet respektuar çdo ditë duke përshtatur zakonet e tyre 3 për të ruajtur pavarësinë, sigurinë dhe cilësinë e jetës. 2. Rreziqet që lidhen me kohën e marrjes së ilaçeve. Shumë të moshuar, por edhe persona me probleme kardiovaskulare e fillojnë ditën me marrjen e ilaçeve për tensionin e gjakut, shpesh menjëherë pas zgjimit. Kjo është një praktikë e zakonshme, pasi shumë trajtime mjekësore kërkojnë që ilaçet të merren në të njëjtën orë çdo ditë për të ruajtur efektivitetin e tyre. Megjithatë, kjo rutinë, që në dukje është e padëmshme, mund të shoqërohet me disa rreziqe serioze nëse nuk trajtohet me kujdes. Këto ilaçe, sidomos ato që përkasin në kategorinë e beta bllokuesve, diuretikëve ose inhibitorëve të ACE-s, ndikojnë drejt për drejt në uljen e tensionit të gjakut. Efekti i tyre zakonisht fillon të ndihet brenda një ore nga momenti i marrjes dhe kulmi i veprimit ndodh rreth 2 deri në 3 orë më vonë. Kjo do të thotë se nëse dikush i merr këto ilaçe në orën 6 ose 7 të mëngjesit dhe ngrihet për të bërë dush menjëherë pas marrjes së tyre, rrezikon që gjatë atyre orëve kur presioni i gjakut është më i ulët të ndjejë marramendje, dobësi trupore apo edhe të fikët. Ky rrezik shtohet ndjeshëm në ambientet me lagështi dhe temperatura të larta, siç është banjoja gjatë dushit të ngrohtë, ku nxehtësia shkakton zgjerim të enëve të gjakut dhe ulje të mëtejshme të tensionit. Nëse këtij efekti i shtojmë edhe qëndrimin në këmbë për një kohë të gjatë apo lëvizjen e shpejtë kur ngrihemi nga krevati, krijohet një situatë perfekte për rrëzime aksidentale. Edhe një rrëshitje e lehtë në dysheme të lagur mund të ketë pasoja të rënda, si fraktura, trauma në kokë apo dëmtime të tjera fizike që mund të ndikojnë rënd në shëndetin dhe pavarësinë e një të moshuari. Për të shmangur këto situata të rrezikshme, specialistët e shëndetit rekomandojnë një rregull të thjeshtë por shumë efektiv, të ndahen aktivitetet e mëngjesit nga momenti i marrjes së ilaçeve, duke lënë të paktën 2 deri në 3 orë kohë përpara se të kryeni aktivitete që kërkojnë qëndrueshmëri trupore apo lëvizje. Për shembull, nëse ilaçet merren në orën 7:00 të mëngjesit, koha më e përshtatshme për të bërë dush do të ishte rreth orës 10:00. Kjo i jep kohë trupit që të përpunojë dhe stabilizojë efektin e ilaçit dhe i lejon presionit të gjakut të kthehet në një nivel më të qëndrueshëm. Ky kujdes i vogël është më shumë se një rutinë teknike, është një mënyrë për të respektuar ritmin natyral të trupit dhe për të ndërtuar një marrëdhënie më të sigurt me terapinë tuaj mjekësore. Duke ndjekur këtë rregull të thjeshtë, ju jo vetëm që minimizoni rrezikun e aksidenteve, por edhe rritni ndjeshëm cilësinë e jetës suaj të përditshme. Kujdesi për kohën e duhur të marrjes së ilaçeve është një hap i rëndësishëm në vetë menaxhimin e shëndetit, një mënyrë për të jetuar me më shumë qetësi mendore, siguri dhe dinjitet. 3. Kombinimi i vdekjeprurës i dehidratimit në mëngjes. Pas moshës 60 vjeç, trupi pëson ndryshime të natyrshme fiziologjike që ndikojnë në mënyrën se si menaxhon lëngjet. Një nga këto ndryshime është ulja e ndjeshmërisë ndaj etjes dhe aftësisë për të mbajtur lëngje gjatë natës.
Kjo do të thotë se, megjithse nuk ndihen të etur, shumë të moshuar zgjohen në mëngjes në një gjendje dehidratimi të lehtë ose të moderuar. Dhe kjo nuk është një çështje e vogël. Mungesa e lëngjeve në organizëm e bën gjakun më të trashë dhe qarkullimin më të ngadaltë. Si pasojë, presioni i gjakut bëhet më i paqëndrueshëm dhe trupi e ka më të vështirë të përshtatet me ndryshimet e menjëhershme të pozicionit apo të temperaturës. Një dush i nxehtë në këto kushte, menjëherë pas zgjimit, është si të hedhësh benzinë mbi zjarr. Nxehtësia nga dushi shkakton zgjerim të enëve të gjakut dhe ulje të mëtejshme të presionit, ndërkohë që trupi, tashmë i dehidratuar, lufton për të ruajtur ekuilibrin. Kjo gjendje mund të shkaktojë një sër simptomash të rrezikshme, marramendje, dobësi të përgjithshme, konfuzion mendor, madje edhe humbje të përkohshme të vetdijes. Në ambientin e banjës, ku dyshemeja mund të jetë e rrëshitshme dhe lëvizjet janë të shpejta, ky kombinim bëhet jashtëzakonisht i rrezikshëm. Një rrëzim mund të ketë pasoja të rënda, si fraktura në legen, dëmtime të kokës apo gjunjëve dhe një proces të gjatë rikuperimi që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës. Shenjat të dukshme të dehidratimit që shpesh neglizhohen përfshin tharjen e gojës, ndjesinë e lodhjes, plogështinë e mëngjesit dhe konfuzionin e lehtë mendor. Këto simptoma nuk janë thjesht lodhje apo zgjim i vështirë, por sinjale që trupi po kërkon ndihmë dhe ujë. Është e rëndësishme të mësojmë të dëgjojmë këto sinjale dhe të veprojmë para se të shfaqet ndonjë pasojë serioze. Një strategji e thjeshtë, por jashtëzakonisht efektive, është të pini një gotë të madhe me ujë, rreth 250-300 ml, menjëherë pasi zgjoheni, dhe të prisni të paktën 15 minuta përpara se të futeni në dush. Ky veprim ndihmon në rifillimin e hidratimit, zbut gjakun dhe stabilizon presionin. Uji është, në këtë rast, një ilaç natyral që përmirëson qarkullimin e gjakut dhe e bën trupin më të përgatitur për sfidat fizike të mëngjesit, sado të vogla që mund të duken. Ky zakon i thjesht mund të ndryshojë rrjedhën e ditës dhe, në disa raste, të shpëtojë jetë. Kujdesi për hidratimin nuk është luks, është një nevojë fiziologjike dhe një akt i përditshëm dashurie për veten. Një gotë ujë në mëngjes mund të jetë ndryshimi mes një fillimi të sigurt dhe një aksidenti të shmangshëm. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ata që marrin medikamente që ndikojnë në tensionin e gjakut apo që kanë histori të rrëzimeve. Mos prisni të ndodhë diçka keq për ta kuptuar rëndësinë e këtij detaji. Filloni sot, një gotë ujë çdo mëngjes mund të bëhet themeli i një rutine më të sigurt, më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme për vite me radhë. 4. Rreziku i ndryshimeve të papritura në qëndrim gjatë dushit. Ndërsa plakemi, sistemi nervor autonom përgjegjës për kontrollin e presionit të gjakut bëhet më pak reaktiv pas moshës 60 vjeç. Ngritja shumë shpejt nga shtrati ose lëvizja e menjëhershme në dush mund të shkaktojë një rënje të papritur të presionit të gjakut që çon në ndjenja marramendjeje, dobësi ose edhe humbje të vetdijes. Është sikur trupi ka nevojë për më shumë kohë për të kujtuar se si ta shpërndajë gjakun sakt kur ndryshojmë pozicionin. Ky fenomen quhet hipotension ortostatik. Është shumë më e zakonshme nga sa mendoni dhe është një nga shkaqet kryesore të rrëzimeve tek të moshuarit në shtëpi. Shenja të tilla si shikimi i turbullt për një kohë të shkurtër, paqëndrueshmëria ose një ndjenjë marramendjeje sapo të zgjoheni janë shenja të rëndësishme paralajmëruese. Për të parandaluar këto episode, mjafton të ndiqni masa paraprake të thjeshta çdo ditë. Para se të zgjoheni, uluni në buzë të shtratit për disa minuta. Merr frym thellë. Sigurohuni që të keni ekuilibër dhe vetëm atëherë filloni lëvizjet drejt dushit. Ky gest i thjeshtë dhe i vetëdijshëm i lejon trupit të përshtatet gradualisht, duke mbrojtur shëndetin dhe duke ruajtur autonominë në aktivitetet e përditshme. 5. Ndikimi i të ftohtit të mëngjesit. Në sigurinë e dushit në orët e para të mëngjesit temperatura bazë e trupit është natyrshëm më e ulët dhe kjo karakteristikë theksohet me moshën pas 60 vjeçare dhe sistemi i termorregullimit bëhet më pak efikas. Trupi humbet nxehtësinë më lehtë dhe reagon më ngadalë ndaj ndrysh. Imeve të papritura të temperaturës, ekspozimi i papritur ndaj ujit të ftohtë ose edhe të vakët. Në një banjë të ftohtë mund të shkaktojë një shok termik. Ky stres i papritur e detyron zemrën të punojë më shumë. Rrit rrezikun e spazmave muskulore. Dridhje të pakontrolluara. Marramendje dhe humbje të ekuilibrit. Është sikur organizmi, ende i ngadalësuar nga gjumi dhe i prekshëm, detyrohet të përballet me një sfidë për të cilën nuk është ende gati. Kjo është një nga arsyet pse shumë aksidente shtëpiake ndodhin pikërisht në mëngjes, në shenjat e para të ditës, siç janë dridhjet intensive. Ngrirja e muskujve. Të dridhurat e vazhdueshme të trupit ose ndjesia e të fiktit menjëherë pas kontaktit me ujin nuk duhet të nënvlerësohen kurrë. Për të mbrojtur veten, është e rëndësishme të merrni masa parandaluese të thjeshta, por efektive. Mbroheni banjën para dushit. Lëreni ujin të rrjedhë derisa të arrijë një temperaturë të këndshme dhe përdorni dyshek antirrëshitës për të zvogëluar rrezikun e rrëzimit. Këshillohet të zgjidhni të bëni dush midis orës 10 dhe 14, kur trupi është më aktiv dhe temperatura e dhomës është më e favorshme. Pas larjes, tharja e shpejtë dhe mbulimi i mirë i trupit ndihmon në ruajtjen e qëndrueshmërisë së nxehtësisë së brendshme.
Të dëgjosh trupin tënd dhe të respektosh këto nevoja të vogla, por themelore të përditshme, do të thotë të kultivosh autonomi, dinjitet dhe mirëqenie afatgjallë. Të kujdesesh për shëndetin tënd pas moshës 60 vjeç nuk do të thotë të heqësh dorë nga liria, por ta forcosh atë. Çdo gjest i vogël vëmendje, siç është zgjedhja e kohës së duhur për t'u larë ose hidratimi i duhur pasi të zgjoheni, ndërton një jetë më të sigurt ditë pas dite. Më e ekuilibruar dhe më e qetë nuk është çështje privimi, por mençurie. Përshtatja e zakoneve tuaja me ritmet e reja të trupit është një akt dashurie ndaj vetes, me ndryshime të vogla ditore. Është e mundur të jetosh me më shumë stabilitet, energjie dhe mirëqenie pavarësisht moshës. Mos harroni të dëgjoni sinjalet që ju dërgon trupi juaj. Është një formë respekti dhe inteligjence, jo dobësi. Pjekuria nuk është një kufi, por një mundësi për të kultivuar forcën e brendshme dhe cilësinë e jetës. Shëndeti juaj nuk varet nga zyra e gjendjes civile, por nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Mosha nuk të kufizon shëndetin, ajo që të kufizon është injorimi i sinjaleve që të dërgon trupi. Nëse kjo video të ka ndihmuar, abonohu në kanal dhe ndaja atë me dikë që ka nevojë ta di këtë informacion të vlefshëm. Kujdesi për veten është hapi i parë për të jetuar çdo stin të jetës me plotësi dhe dinjitet. Faleminderit shumë që keni marrë kohë për të parë këtë video. Nëse ju pëlqeu videoja e sotme, ju ftojmë të shtypni butonat abonohu dhe pëlqej. Faleminderit me zemër. Do të lutem për shëndetin dhe lumturinë tuaj. Mirupafshim.